Një moment i rrallë, plot dashuri dhe emocione ka ardhur së fundmi nga këngëtarja Engjelusha Salihu, e cila ka prekur zemrat e ndjekësve me publikimin e një fotografie të veçantë pranë bashkëshortit të saj. Në një kohë kur artistët shpesh ndajnë çdo detaj nga jeta personale në rrjetet sociale, Engjelusha ka zgjedhur gjithmonë ta ruajë me kujdes privatësinë e familjes së saj, duke e bërë çdo paraqitje të tillë edhe më speciale për publikun. Bashkëshorti i saj, i cili prej kohësh preferon të qëndrojë larg mediave dhe vëmendjes publike, është shfaqur kësaj here më i buzëqeshur dhe më i lumtur se kur më parë. Fotografia ka marrë menjëherë vëmendje të madhe në rrjetet sociale, ku fansat kanë komentuar pozitivisht harmoninë dhe lumturinë që çifti reflekton në çdo detaj. Por ajo që e bën këtë periudhë edhe më të bukur për çiftin është fakti se ata janë në pritje të fëmijës së tyre të parë. Ky lajm i ëmbël ka ngjallur reagime të shumta nga publiku dhe ndjekësit e këngëtares, të cilët prej ditësh vazhdojnë ta mbushin me urime dhe komente pozitive. Engjelusha duket se po përjeton një nga fazat më emocionuese të jetës së saj, duke balancuar me sukses jetën artistike dhe atë familjare. Edhe pse gjithmonë ka preferuar të mos ekspozoj shumë nga jeta private, momentet e rralla që ndan me publikun arrin të marrin menjëherë vëmendjen dhe dashurinë e fansave. Me buzëqeshjen, qetësinë dhe lumturinë që reflektohet në fotografinë e fundit, shumë ndjekës janë shprehur se artistja po shkëlqen më shumë se kur në këtë kapitull të ri të jetës së saj.